Ne aktualisht po i evidentojmë dhe në bashkëpunim me policinë bashkiake po e gjobisim. Qëllimi i kësaj nuk është që të gjobiten qytetarët, por një sensibilizim edhe për që të kena një bashkëpunim sa më të mirë me to, që mos pranë pikave të çojnë vetëm mbetjet organike dhe jo mbetjet e gjelbërta dhe orientit shtëpiake. Për sa i përket rregullores, mbetjet inerte, mbetjet e gjelbërta dhe orientit shtëpiake mund të vendepozitohen vetëm në landfillin e Bushatit nga vetë qytetarët. Procesi pastrimit Shkodër funksionon me fashë orare. Janë aktualisht 2 makina që punojnë gjatë ditës dhe 4 makina që bëjnë evadimin e metjeve gjatë natës. Ne jemi të gatshëm për me marrë një qytet sa më të pastër sa vendi ku ne jetojmë, por problematikë kryesore për ne metet një hedhja e kutijave dhe metjeve të bizneseve, dhe 2 bllokimi i kalimit të mjeteve që realizojnë evadimin, sidomos gjatë natës, që është problem për me lajmëru njerëzit për me na hap rrugën, me na liru rrugën. Ne kemi për detyrë evadimin e kontinjerëve, të cilat janë vetëm për metjet urbane. Metjet urbane klasifikojmë me turinat e konsumit të familjeve dhe shpesh herë ne gjejmë që pranë kontinjerëve hidhen divana, hidhen lëndrësore, si kur e thatë jo, hidhen krasitje pemsh. Në përgjithësi, në 90% të rasteve, qytetarët janë shumë të rregullt dhe mendojnë për qytetin, mendojnë edhe për punën e palodhshme të punonjësve tanë, por ka raste sa të dush që hidhen metjet jashtë kontinjerëve. Kjo është një problem shumë i madh për ne.